Zonja dhe zotëri, kam derin me ftu gazetarin e buletinit ekonomik Agon Sinanaj me marrë çmimin edhe gazetarin e grupit Koha Vler Mehmeti. Raportimi që zbërthen temën e monopolit në bartjen e energjisë elektrike dhe në përgjithësi tregtin me këtë produkt i Agon Sinanajt, ai i gazetares Vler Mehmeti që shpërfaq mungesën e marrjes së shërbimeve bazike nga personat me aftësi të kufizuara dhe vepra për mbytja e Granit Zelës janë fituesit e si vjetëm të shpërblimeve Regjai Surroi. Grupi Koha për të 18 herë me radhë të hënën ka ndarë shpërblimet vjetore për gazetari të shkruar dhe letërsi. Në ceremoninë solemne të mbajtur në Prishtinë, të pranishmëve u janë drejtuar themeluesit e shpërblimeve që mbajnë emrin e gazetarit, diplomatit e shkrimtarit Regjai Surroi. Publicisti e shkrimtari Veton Surroi ka folur për informimin e dirigjuar nga algoritmi dhe se si gjithçka matet me vëmendje dhe jo me përgjegjësi. Në botën tonë virtuale ndodh të dim shumë çka, por jo gjithherë të dim për atë që na përket dhe për atë për cilën kemi përgjegjësi. Kjo ndodh jo sepse jemi bërë më pak njerëzor, por sepse kemi pranuar, shpesh pa e vënë re, që një pjesë e marrëdhënieve tona po ja delegojmë algoritmit. Juria në përbërje të Binak Kelmendit, Blerta Ismailit e Agrondemit vendosi që gazetari i buletinit ekonomik Agon Sinanaj dhe Vler Mehmeti e grupit Koha të jenë laureat të si vjetëm të shpërblimit për gazetari të shkruar, me raportimet për tregun e energjisë dhe milionat e dhënë për pajisjet që nuk mbërritën të paralizuaret. Ky çmim ka një domethënie dyfisht për mua, kuptohet e para që po vlerësohet puna jeme kështu një vjeçare me një sektor kompleks, që është ai sektori i energjisë. Po ndërkaq e dyta është një çmim që e vlerëson gazetarinë e shkruar. Padyshim që ky çmim do të jetë një motiv shtesë për mua të hulumtoj dhe të sjell për publikun tema dhe çështje që janë në interes të tyre. Më pas është promovuar vepra e studiuesit Skënder Latifi, rrëfimi për kufijtë e Luginës dhe Preshevës 1843-2018. Është vlerësuar si studim monumental për çështjen që trajton. Thelbi i librit nuk janë vetëm proceset politike, por njerëzit që i kanë përjetuar ato. Familjet e shpërngulura, prisit vendas, luftëtarët, mësuesit, ilegalja dhe ftyrat politike që në rrethana të ndryshme historike kanë mbajtur gjallë vetdijen shqiptare. Në bazë të materialeve të cilën i kam shtruar këtu në libër, rezulton se Kosova nuk i ka borxh askujt për luginën e Preshevës. Në raport me luginën e Preshevës, Kosova nuk ka borxh kërkujt. Është rasjelltas. Vepra për mbytja me autor Granit Zelën është përzgjedhur fituese e shpërblimit për letërsi nga mesi i 16 veprave konkurrente. Dhe unë e kam shkruar këtë libër me shpresën e madhe se shkruajtur me një gjuhë të tillë dhe do të lexohet në të ardhmen. Besoj fort se është detyrë e shkrimtarëve që të ruajnë gjuhën shqipe ashtu siç është e gjithëve. Ceremonia kësaj radhe shoqëruar me interpretimet e ansamblit vokal Zanat, të shoqëruara në piano nga Pranvera Hoxha. Janë interpretimet e bëra në shënimin e 25 vjetorit të Koha Vizionit.